Çfarë i gatova miqve për darkë dhe do të habiteni çfarë dhurate mora në fund nga ata. Po i bëj pica me mish të grirë sepse kohët e fundit i përgatis shpesh dhe i kam specialitet, shoqëron me qep, limon dhe turshi për tavolinën më ndihmuan miqt, një sallatë shumë ngjyrshme me burrata, patlıcan, ullin, domate të thata. Për tavolinën më ndihmuan miqtë e mi special, i bëra edhe mish kecit, të cilin ma lavdëruan shumë sepse kishte shkrirë vërtet, një gjell me bamje sepse është verë dhe sigurisht edhe fërgesë. Pastaj kemi bërë fruta dhe akullor dhe ja ku erdhi koha e dhuratës time. Flawless Bajarsi ka ardhur në shtëpinë time dhe po më bën thonjë sepse unë përtoj ose nuk kam kohë të shkoj tek estetistja. Për të gjithë ju që si unë nuk keni kohë, Arsi ka menduar, mund t'i bëni thonjë të porosi dhe ajo ju asjell me post në shtëpi kudo ku ndodheni.